A e din sepse si ka mundesh me realizu dëshirat e tua dhe me i mërri qëllimet e tua, fakt është shumë e lehtë, ama njerëzit nuk janë të e kuptu ende. Nuk mundesh me arrit qëllimet e tua, as nuk mundesh me i mërri dëshirat e tua nëse nuk i kupton frekuencat. Dhe unë po t'i tregoj ato. Unë nuk jetoj pa këtu. I kam të varuna këtu në frigorifer. I shoh unë, i shofin fëmijët e mi, familja ime gjithë. Nuk mundesh me imërri dëshirat e tua përderisa ti je në frekuencat xhelozisë. Nuk mundesh me imërri dëshirat e tua përderisa ti krejt kohën je ty përcjell këshit e tu. Je ty përcjell familjarët e tu. Ku shkoj aj? Çka poni aj? Kur bleti shtëpi aj? Kur bleti keraj? Ku shkon ata në pushime? Dhe më thonë, kur u fejun, kur u martun, kur u ndan, çka me vesh aty, çka me vesh këtu. A një ty po, unë e veç ka po i përmeni, po më nëzinet fryma. E lere mo me u marrë krejt kohën me këto gjana. A e dini se sa shumë energji i merë një vetës me këte. Energjia është ajo që shumica njerëzve, 95% njerëzve, që ende nuk e besojnë. Çka është energjia? Shumica, pra ende nuk e dinë se çka është, edhe nuk e besojnë. Pa energji, unë që tash s'kisha mujt me dal edhe me bo qëtë video, sepse vetëm trupi im është materje. Por emocionet e mia, fjalët e mia që dalin prej goje, dhe vetë ekzistenca ime është energji. Pra, energji, skeleti, edhe trupi, kjo mishi që po e preki me dorë. Po ky skelet, as ky trup nuk mundet me ekzistu pa energji. Njëjtë sikur ky frigorifer. Është frigorifer, është materje, është një objekt, por pa rrymë ky nuk ftof. Njëjtën mënyrë funksionojmë na njerëzit pra. Pa energji, na nuk mundemi me jetu as një sekond. Momentin që del fryma e fundit pra, ajo është energjia. Pra është nxehtësia në trupin tonë. E keni pa? Kur vdesin njerëz, ata janë të ftoft akull, sepse aty s'ka energji mo. Pra, në këtë mënyrë, kur na mendojmë për gjërat kota, kur na mendojmë për me mendu se kur shkoj personi tjetër, kur shkon këshia, për me mendu se kush është ka fejohet, kush është ka ndohet, për me mendu krejt kohën se kush çka ka fol për mu, për me mendu krejt kohën se kush më ka dhonë mu lajke, se kush më ka kritiku e krejt këto sana, pra funksionojnë me mendimet tona. Sa më shumë mendime që kemi, aq më shumë na harxojmë energji, pra në veten tonë, në brendin tonë. Atë energji ne ka dhonë Zoti neve për me kriju, për me ekspanzu, për me arrit qëllimet tona, për me arrit dëshirat tona, sepse gjithë kemi dëshira, dhe dëshira kemi, jo gjithë kanë qëllime, por për me arrit dëshirat tona. Sa më të qartë që bohemi në qëllimet tona, aq më të arritshme bëhen dëshirat tona. Pra, çka po du më thonë është, kjo është arsyeja sepse ti edhe nuk je i qartë në qëllimet tua, edhe nuk mundesh me arrit dëshirat e tua, sepse je duke shpenzuar jashtëzakonisht shumë energji për gjërat kota, për gjërat që ti nuk mundesh me ndryshu. Çka mundesh ti me bo, mundesh me i pranu njerëzit ashtu si janë. Mos me ti interesu shumë se çka bleti aj, kush shkoj aj, kush u ndo, kush u feju, kush vdes, kush lindi, po gjithat fokus me kthy nga vetja jote. Fokusi është vëmendje. Vëmendja është pro energjia. Energjia dhe vëmendja bohet me mendimet e tua. Dhe pra, në këtë mënyrë, ktheje gjithë këtë energji, gjithë këtë vëmendje nga jeta jote. Dhe ta garantoj me çka të dush, që nëse ti kthen vëmendjen komplet nga jeta jote, nga vetja jote, a e din sa energjin e
e runë për vetën tonë që atë energji mundesh me marrë me investu aty ku ti donë. Edhe mas andena nuk ki nevoj me gjelozu njerëzit, nuk ki nevoj me pasi natë, pse a i arriti, pse a i boni, pse a i bleti, pse shkojnë pushime, nuk ki nevoj, sepse ti po punon me menquri, gjithë vëmendjen po e them nga vetja jote, dhe ajo vëmendje krijon mendime dhe ato mendimet që çojnë ty në vepra, edhe është e pamundshme mos me arrit qëllimet e tua. Se dhe tjetra, që e thash, ndryshojnë frekuencat e tua. Pra me këto frekuenca, ne gjithmonë krijojmë. Dhe përderisa nuk kuptoni çdo frekuenca, keni me mbet aty se ku jeni.